Njëri tentoi të futej me zjarit në Durrës për të shpëtuar dyqanin, ndalohet nga zjarfiksit. Momente tensioni u regjistruan pas ditën e djeshme në Durrës pranë tregut në zonën e plazhit, ku një zjar i fuqishëm ka përfshirë një hapësirë të madhe me biznese. Njëri tregtar në zonë është përplasur me efektivët e policisë pasi ka tentuar të hyjë në ambientet e përfshira nga flakët për të shpëtuar rrobat që tregtonte në dyqanin e tij. Forcat e rendit nuk e kanë lejuar të futet për shkak të rrezikut të madh për jetën. Në pamjet e publikuara nga vendngjarja shihen gra dhe fëmijë që vrapojnë të shpëtojnë çfarë të mundin me stymi të dendur mes flakëve që u përhapën me shpejtësi. Dëshmitarët raportojnë se në vendngjarje ndodhen aktualisht 3 mjete zjarfikse të cilat u përpoqën të vënë nën kontroll flakët, por situata u paraqit mjaft e vështirë. Janë 3 zjarfikse, por po u mbaron uji. Zjarri është shumë i madh dhe po i afrohet edhe pallateve, ka treguar një qytetar nga vendi i ngjarjes. Ende nuk ka informacion zyrtar për shkakun e zjarrit apo të lënduar, ndërkohë që dëmet materiale pritet të jenë të konsiderueshme.